rikthyer në studio, jemi duke folur sa i takon ndryshimeve në qeveri dhe efektet që do të ketë në jetën politike të vendit, po edhe në një sër çështjesh dhe proceses të cilat lidhen emra të caktuar, të cilët kanë qenë pjesë e kabinetit qeveritar. Zoti Petra, ju preva fjalën. Shiko, e kisha në atë aspekte, po diskutonin po diskutonin me pjesën e afrimit që parë që po diskutonin këtë marrëdhënien edhe atë që preku Auloni që ata që u futën në burg e tjera. Unë atë linjë jam, e para që e diskutoj në pikën e sensit human, e cilësoj atë element që ai pse duhet të rinë në burg një person, okej, u kap në flagrancë, u kap duke vjedhur, mund të trajtohet ndryshe, arrest shtëpie e tjera, dhe më thuaj në cilin moment të caktuar ky person flasim për pjesën e energjisë elektrike me që e kapi Auloni, ky person duhet të rinë në burg, po duhet të rinë në shtëpi. Ose në gjendje të lirë, sepse provën ai. Për të kthyer tek tema e ndryshimeve në qeveri, se takon. Po më thua për ca gjëra të cilat jeni edhe qytetar, keni edhe mendim politik. Çka po të them unë i kam thënë mendimin e mia. Me Gertin jemi gjithmonë në polemik dhe bashkëbisedojmë shumë herë për mënyrën se si është jetesa në këtë vend. Me të vërtet ne kemi probleme. Kemi probleme që me administratën dhe duam një oksigjen krejt të ri. Problemi është që këto ndryshime ja japin ata oksigjen të ri apo thjesht është një lloj rokade që po të shikosh te pjesa e zvendësimit që është bërë tek Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, aty është një person i cili është administratori OSHE-s, mos gabohem. Po. Enea Kërçuku. Dhe e shikoj pjesë të një menaxhimi pozitiv. Por nuk e di sa i zoti do të jetë në përballjet me ato problematike që ka sot infrastruktura dhe energji. Ai ishte jurist, për shumë me profil. Patjetër. A mundet një jurist? Megjithëse zoti Rama në mbledhje ka thënë një jurist bën shumë mirë atë punë. Belinda Balluku do jetë e vështirë. Patjetër dhe ditë të vëjë në lëvizje sa qeveritare. Jo, nuk besoj. Problemi i aftësisë menaxhuese matet për një institucion. Se juristët letra mbushin. Jo, nuk është vetëm ajo. Pra, zoti Rama ndër të tjera ka thënë që zonja Balluku është shumë e vështirë të zvendësohet në detyrat e ngarkuara prej saj, po ja s'është vjen në fundin. Po ja. Ndërkohë, po të thoja, sa i takon në fjalët që ka mbajtur në të tjera zoti Rama përpara grupit në momentin që ka bërë me dije, ka thënë që është shumë e vështirë që të zvendësohet Belinda Balluku pavarësisht. Më lejo pak andrej ta përfundoj. Zoti Shella se po proteston. Belinda Balluku është shkarkuar pavarësisht se domethënë ne po komenton, ju po përdorni fjalën rokad në qeveri, matrioshka ruse, domethënë iku e madhja doli i vogli nga brenda saj. Ai e ka shkarkuar de facto dhe de jure, pra ja ka dorëzuar drejtësisë nëse doni ta vazhdojmë marrëvetimin. S'ja ka lënë këtë rezervë apo prerogativ kërkujt, e ka mbajtur për vete. Domethënë nëse ai e promovon vetë, nëse e bën kurban vetë. Se cila do të jetë mënyra se si do të marrë zgjidhje llogaria e ish numri 2 të qeverisë, zonjës Balluku, me drejtësinë shqiptare, pra atë të reformuar nga Partia Socialiste, kjo do t'i ngelet kohës për të parë. Duket se këtu palët që ndërtojnë procesin publik dhe politik, fjala vjen opozita, është skeptike dhe do të vazhdoj protestat e saj. Ajo mendojnë që zonja Balluku nuk është protagoniste e një korrupsioni për cilën e akuzuar, është vetëm zgjatimi i kryeministit të Shqipërisë, zotit Rama. Megjithatë, fakti që ky i fundit e ka lëshuar, do të thotë që rruga e saj tashmë ngelet e paqartë. Ajo nuk ka funksion politik, unë do mendoj që s'ka funksion publik, mirë do t'i ishte për mendimin tim që të kishte insistuar në herën e tretë kur dha dorëheqjen që e kam të parevokueshme, më mirë se sa ta shkarkonte shefi i vet, nuk e bëri këtë gjë dhe besoj të ngelet peng, por ndoshta në ballafaqimin e saj me drejtsinë ajo do të mundet ta provoj pafajësinë e vet. Standardi dhe le të nxjerrim disa, pra më lejo ta orientoj bisedën drejt asaj se çfarë duhet ne të vendosim tani më si standard edhe pritshmëri legjitime. Zoti Dervishi tha pak më herët që qeveria e zotit Rama në më së 2 raste ka adoptuar kode etike. Këto nuk vinë si procese të reflektimit të brendshëm. Zoti Rama tha që nuk është më në koha për dorëheqje morale. Andrea, eksakt. Jo, nëse adopton kodin e etikës, atë e dominon morali, e dominon sensi i detyrës, e dominon përgjegjësia publike. Pra nuk, është VKM, është akt ligjor.
të adoptosh kod etike, të adoptosh me formën më të lartë. Por atë është nxituar me kodin etike, se ne jemi në Norvegji. Ta mbaroj. Se kemi një kod penal që të mbyt. Po ku do këtu të mbyt, këtu të çonë giljotinë i kod penal. Ne kemi kodin penal më të ashpër në Ballkan edhe në Evropë, më burr. Mos na fut ke burgu prap. Lutet Gerdi, ta vazhdojmë diskutimin te qeveria. Megjithëse nganjëherë duket sikur transformohen si koncepte tek gjëra tjetra. Megjithatë Andrea për të vënë pikë argumentin. Unë mendoj që këto fenomene, ku nga anonimati bëhesh ministër dhe ku edhe pse kodi etikës është i miratuar me VGM, dorëheqja nuk njihet si institucion moral, ne duhet kemi kurajon të themi që nuk mund të jenë pjesë të përditshme si ne komentojmë. Ne duhet ta zhbëjmë këtë standard negativ, të qortushëm, e të kritikushëm, dhe duhet me patjetër nga kjo krizë e thellë të adoptojmë atë standard i cili na bën të gjithëve të paktën të themi ndershmërisht vetes tonë që kemi pritshmëri legjitive për një qeverisje të mirë e për një qeverisje të pakorruptuar. Pra, u akuzove nga drejtësia e re, të cilës zoti Rama i ka dhënë shpatën, nuk duhet presësh madje fare që kjo shpatë ngrihet të pres koka, por duhet me patjetër të japësh rrugën drejtësisë të bëjë punën e vet. Ky duhet të ishte standardi etik, dhe unë mendoj që këtë ne duhet ta pretendojmë nga kjo krizë, nga ky ndryshim i gjysmës së qeverisë 6 muaj pasi ajo është mandat. Ndërkohë do lidhem në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Ardit Rada, i cili mëngjesin e sotëm më njoftoi për ndryshime. Zoti Rada, dëgjoj. Zanafilla e analizës time ishte pompoziteti që kryeministri po jepte takimet me grupin parlamentar, nuk po zhvilloi as në zyrën tradicionale brenda kryesisë kuvendit, as në selinë e PS-s, por në pallatin e brigadave. Me ç'duket Rama ka dashur pak më shumë kohë për të deklaruar apo për të bërë publike ato ndryshimet në qeveri, por realisht siç folëm bashk, unë e prisja. Tani, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që së pari të vetmit që nuk duhet gëzohen nga kjo histori e këtyre ndryshimeve qeveritare është vetë opozita. Sepse në të kundër do ishte një mjegull në sytë e opozitës për të shmangur nga aksioni që ka nisur dhe për të kënaqur, si të thuash, me këto ndryshime duke gënjur dhe veten e tyre. Dhe këtë e them, si të thuash, në formë këshille, nëse duan ta marrin për bazë. Nuk është momenti për të hedhur fishek zjarre, aty u fol që zonja Balluku u shkri, mori fund kaq ishte politikisht, po zotërit atje dhe parafolësit para meje, nuk e din për shembull që ministri i ri i mbrojtjes është shefi i kabinetit zonjës Ballukës, si zakonisht kryeministre. Ose për shembull, ministri i ri i infrastrukturës është ish drejtori ose drejtori aktual i Keshit. Në këtë kuptim, Edi Rama ka qenë nën trysninë e Spakut, e ka respektuar drejtësinë për t'i dhënë hapësirë të veprojë, por nga ana tjetër nuk ka kaluar kufit politik dhe e mban ende, do të si thuash, atë përqyeshmërinë edhe vlerësimin për zonjën Balluku. Ardit i thamë në këto, po ndoshta e sintonizuar pak më vonë se sa fillimi i programit. Po. Pra që ka një vijshmëri, pra në emrat që ne arritëm sepse sa i takon lidhjeve që kanë në emrat e rinj me zonjën Balluku. Ndërkohë zoti Rada ka një ju lutem, zoti Rada për ta kanalizuar që është djegje politike dhe ra dakord, si thuash, unë për veten time shoh që Rama mbetet koherent në preferencat e tij brenda kabinetit dhe njerëzve që ka rreth vetes. Zoti Rada, për ta kanalizuar bisedën, ndërkohë ka patur ndryshime sa i takon ministres Spiro Pali, e cila është përfolur edhe në të shkuarën për, le të themi, debate off record që mund të ketë patur me zonjën Balluku. Si e keni lexuar këtë ndryshim dhe zvendësimin me një diplomat të nderuar, siç është zoti Ferit Hoxha? Unë nuk besoj se ndryshimi i zonjës Balluku vjen për shkak të luftës saj apo asaj hipotezës që qarkullon media se ka një luftë me zonjën Balluku, por mendoj që sjellja e Ferit Hoxhës ngrihet Ministrisë së Jashtme vetëm e përmirëson Ministrinë e Jashtme. Tani për zonjën Spiro Pali, nëse doni një koment konkret, ishte e dukshme që në momentin që Edi Rama shkoi në bordin e paqes në Washington dhe me veten mori Ervin Demon. Tashi, këtu duhet ta kishim kuptuar ne që nuk merret ministri i jashtme i shtetit, po merret një ministër periferik, si thuash, i kabinetit qeveritar. Nga ana tjetër, duhet ta kishim kuptuar, ose duhet ta kishim kuptuar, edhe unë vetë,
që në momentin që Spiro Pali i bën një konkurrencë Ramës, një herë në 4 vjet që shkon në Kosovë, një ditë më pas shkon Spiro Pali dhe bën 20 takime, bën, si thua, 1 apo 2 takime më tepër se sa Rama. Konkurenca në demokraci është e rrezikshme gjithmonë, sidomos kur konkuron brenda qeverisë, kështu që në këtë kuptim konkurenca në demokraci është e rrezikshme, thoni ju? Ramës është i qartë. Nuk është hakmarrje, unë nuk dua ta shpreh hakmarrje, por ndikimi politik i Spiro Pali dhe tentoi të kalonte më lart se Rama, ose si thua, më lart se disa ministra dhe ka mori përgjigjen me këtë lëvizje. Pra mendoni që ky ka qenë gabimi më i madh i zonjës Spiro Pali që ka dubluar zotin Rama për një vizitë në Kosovë? Se nëse do jetë kjo, atëherë zonja Spiro Pali s'po ka bërë ndonjë gabim. Problemi i zonjës Spiro Pali, me gjithë respektin, mund të ketë pas shumë probleme në PR-in e saj, po në 6 muaj të marrësh 6 apo 7 apo 8 dekorata në Ukrainë, është sfidë e madhe për ato që kemi mbi veten. Kështu që tani ta mohosh pak dhirë Spiro Palin se ajo ka i merit paktën që i ka dhënë titullin Skënderbej Edi Ramës. Edhe të mohosh mamicën këtë lloj forme, kjo ndodh. Mbreti rrof mbreti. Nuk duhet të ata njerëz që kanë kontribuar metamorfoza e pushtetit është e frikshme. Shiko. Jeri 10 sekonda duhet të flas vetëm. Edhe nuk ka shumë. Avokat, 10 sekondë. Jo ta mbaroj logjikën e kësaj. Unë nuk e di ku e shef, ne për të njëjta teza folëm pjesën e parë të emisionit dhe isha unë ai që thash që njerëzit e Belinda Ballukut janë në qeveri dhe këto ndryshime në qeveri. Po na ndiqte zoti Rada. Ka qenë, po. Domethënë, ndryshimet në qeveri janë bërë me konsensus Rama Balluku, patjetër. Tani, këtu nga zoti Shella tha që u lëshu zonja Balluku. Unë mendoj që nuk është lëshu zonja Balluku. Përkundrazi, këta të dy janë në një marrëdhënie shumë problematike me njëri tjetrin, janë në një paqe të armatosur. Ju fola pak më herët për ekipin mafios që nuk ka dashuri, por ka vetëm qëllimet përbashkëta. Unë nuk e besoj që zonja Balluku ka dhënë 3 herë dorëheqje. Nuk e besoni? Jo, dhe unë gjykoj që ka qenë mesazhi zotit Rama ndaj zonjës Balluku duke i thënë që ke qenë 3 herë në fijet perit dhe unë nuk të kam rrëzuar dhe nuk të kam heq nga detyra. Pra ka qenë duke folur me gjuhë totalisht ndryshe nga ajo që umër. Pra, si? Kriptike, pra pikërisht, pra, ka qenë duke folur. Dhe aty mua më kujtu, domethënë, tek dorëheqja se numri 3 është numër magjik. Domethënë, më kujtu mohimi që i ka bërë Shën Pietrit 3 herë pa këndu këndezi Jezu Krishtit, ku Noli me drejt thotë që 3 herë do të mohosh pak dhirë, faqen zirë, në një nga poezitë e tij shumë të famshme. Prandaj, ne duhet lexojmë subkonsciencën e Ramës në këtë rast dhe ne kemi vetëm një burim, që është zoti Rama që thotë zonja Balluku më ka dhënë dorëheqjen. Ne nuk kemi një konfirmim nga ana zonjës Balluku që thotë po është e vërtetë më kam dhënë dorëheqjen dhe zoti Rama nuk na ka pranuar. Prandaj unë gjykoj që ne që merrem me dekriptimin e deklaratave politike aq më tepër të Ramës që flet shpesh herë me shëmbulltyra, gjykoj që është detyra jonë që ta lexojmë më drejt, domethënë këtë marrëdhënie të komplikuar tani më midis Ramës dhe Ballukut. Pra pikërisht për këtë arsye gjykoj që të dy kanë bërë një marrëveshje të re për të mbajtur. Ka një marrëveshje në prapasken, thonë ju. Po tjetër, por nuk diskutohet fare. Nuk e ka lëshuar, pra kjo është ide. Shikoj si shikoj unë këtë pjesën e ministrit të jashtëm që me një herë Ardi do vi tek ju sapo ta përfundoj avokati. Problemi i ministrit të jashtëm është nëse ka një post që nuk duhet lëvizur kaq shpesh dhe duhet vendosur një fytyrë profesionale të ketë në aspektin e diplomacisë të ketë një autoritet të jashtëzakonshëm, është ministri i jashtëm. Dhe të ndrosh ministrin e jashtëm çuditërisht njën e 6 muaj, njën 8 muaj e tjera, tregojnë që nuk ka një stabilitet në politikën e jashtme. Dhe politikën e jashtme, po ta shikosh, më shumë po e bën vetë Rama ta marrë vetë ministrin e jashtme. Ka pas me zonë Cakaj deleguar. Dhe tani ai fillon vendos ministra. Dhe çuditërisht nuk e di nëse ka mbritur nga Prishtina zonja Spiro Pali. Avokat ka, nuk duhet mohem vetëm diçka te Rama. Diçka nuk duhet ta mohem Andrea. Që te zonja Spiro Pali dhe te zoti Caka, zoti Rama ka treguar sens shumë të lartë humori kur i ka zgjedh ministrat jashtëm. Kështu që bi dakord me parafolës. Jo, Andrea. Zoti Rada, ja se zoti Rama nuk e ka fshehur në asnjë moment pëlqimin dhe mbështetjen për Belinda Ballukun, përkundrazi. Deri në moment e fundit para se ta
ndryshon dhe para se ta lëvizte si ministre, ka thënë që ka admirim për punët e saj. Në këtë kuadër, si të thuash, ka qenë i detyruar të zgjedhë edhe njerëz që i njohin linjën e punës zonjës Balluku dhe kanë kontaktet për të zhvilluar më tej këto punë. Pra, zoti Rada, te rrugët do kemi kontinuitet apo jo? Këtë po thoni. Te rrugët ne do kemi kontinuitet, do kemi dorën e Ballukut te rrugët apo jo? Ulen, të lutem, sepse kjo teoria për t'i mbush mendjen njerëzve që Rama ka frikë nga Balluku, apo Balluku i bindet Ramës është e kot. Unë besoj që Edi Rama ka frikë vetëm faktorin ndërkombëtar dhe në 13 vjet qeverisje vetëm atyre është dorëzuar. Nuk besoj se ka ndonjë ministër mafioz apo në ato nivele që t'i bëj presion. Këtë radhë domethënë dëgjoj ndërkombëtarët apo jo? Unë kam admirim dhe Belinda Balluku gëzon mbështetje maksimale për punët që ka bërë. Qoftë Ora ambalazhi ne dim neve se kështu bën edhe Enver Hoxha para se të ishte qafë. Në këto kushte pra, i kanë dhënë sërish mbështetjen, i kanë dhënë sërish konfirmimin, por përmes njerëzve të saj të besuar, duke marrë dhe parasysh pjesën që këta njerëz njohin dhe punën që është bërë deri më sot në ministri. Një pyetje kam, zoti Rada, një pyetje kam, domethënë me për afrimin e emrave të zonjës Balluku që janë promovuar nga ajo dhe unë jam dakord me tezën tënde. Unë këtë thash në fillim të emisionit. Do kemi kontinuitet të rrugët, pra do vazhdoj Shqipëria izoluar si e shikoni, do bëhen rrugët me shtresa asfalti si brum pice, do vazhdoj Korça izolume. Ja, ky është vizioni i qeverisë. Nuk kemi prokuror, edhe unë nuk e di me çfarë stresash bëjnë rrugët. Jo, më janë rrugët, janë shem, nuk e di e ke ndjek ty. Ja të them ty që heshtja e opozitës për rrugën që ka rënë në Librasht Prenjas, për shembull, është shqetësuese. Sepse ti nuk ka heshtur, ka qenë deputetja e qarkut të Korçës që ka qenë aty në vendngjarje. Por çfarë do bëhet me rrugët e le opozitën, se janë njerëzit atje, kanë ngel njerëzit me rrugët. Por çfarë do bëhet me rrugën, o Ardit, nuk është problemi i opozitës. Aktivi gazetarësh nuk Po me që tha që ka mbështetje për Ballukun. Për retorikë. Jo retorikë, po të bëj pyetje, do vazhdoj e njëjta situatë në rrugët, me aq informacion sa keti, se ti i njeh ta njerëz. Çdo rrugë që do të shëmbet nga ky moment e tutje. Pyetja është me njerëzit që ka zgjedh ministra tani, me që ke njohje, domethënë kuptimin që theja njerëzit e zonjës Balluku, do vazhdojnë të njëjtën frym rrugët apo do ketë ndonjë përmirësim se janë izoluar njerëzit në Korçë, nuk e di e ke marrë vesh. Pra pikërisht, pra unë këtë po të thoja që për atë izolimin Korçë, faleminderit që e ngritet ti si shqetësim nga gjithë Partia Demokratike në qendër Tiranës, se askush tjetër se ka ngritur. Interesoni për atë izolimin, interesoni për punën që më bën RSH për të hapur rrugë alternative, se nuk mund të shpikin në një pajisje që shtro 20 km asfalt për 3 orë. Pse u prish rruga më? Kush e ka hapur rrugën, kush e ka riveshur rrugën dhe kush i ka marrë votat në atë rrugë. Dhe pse është një ish-ministër i ndjer i Partisë Demokratike që ka qenë personi kryesor i kësaj. Domethënë ai e ka fajin. Si e ka emrin ai? Analizojmë në këtë pikë se ishte shumë më mikun. Për rrugën. Gjeta më mirë. Kush është ky vëlla që pas ka Ahmet Zogu. Ta Ahmet Zogu, dakor. Një fjali të fundit. Ndoshta shëmbja masive e gjitha rrugëve e kërkonte në fakt Kurbanin e vet. Mund të ketë qenë kjo dhe arsyeja që para dite ka qenë një narrativ dhe mbas dite një tjetër veprim. Dhe ndoshta çdo rrugë që do të shëmbet tashmë, ne s'do të kemi dot mundësi të akuzojmë ministrin që sapo njohur. Ka rënë faqe kodrës më komplet. Mund të shëmbe rrugë të tjera. Ne nuk e pushkatojmë sërish dot Belinda Ballukun pas këtij momenti. Dhe këto mund të jenë disa veprime që mund të jenë ndikuar edhe nga ne nuk jemi për të pushkatuar, ne jemi për të metaforë. Mondi e di se është avokat, nuk dënon gjykata kur s'ka dënuar dikë me 7 ditë pushkatim. E pushkaton dhe kaq është dënimi penal më i rënd. Zoti Krasniqi. Unë nuk jam ekspert rrugësh, por e di që ministra në Shqipëri nuk kanë pushtet për të marrë vendime të rëndësishme. Dhe këtë tregojnë edhe hetimet. Ne jemi për rrugën politike. Jo, do thotë është piramidë dhe merret nga piramida. Meraku që unë kam është dhe apeli im i fundit, më qenë se është edhe minutat e fundit. Këta qytetarë shqiptarë me 100 probleme që kanë meritojnë pak respekt dhe kushdo që qeverisë të vend duhet dalë para qytetarëve shqiptarë dhe t'ju thotë 1, 2, 3, 4 vendime janë marrë për këtë arsye, kjo është kostoja, kjo është nëshimi, këtë janë argumenti dhe kjo është prishmëria dhe kjo premtimi im. Gjë që i mungojnë. Ideja se po na mblidhet një parti, një herë në restoran, një herë në Seli, një herë te pallati Brigada dhe po presin gjithë shqiptarët çfarë ndodh, nuk do ndodh asgjë, është një skenar i parë dhe në kaluarën. Ne duhet kemi minimumin e respektit nga zgjedhurit tanë, nga të mandatuarit tanë që të jenë transparent me publikun,
që të heqin dorë nga retorika denigruese ndaj atyre që po bëjnë një punë në Shqipëri, që në këtë rast Spaku, që po heton zyrtarët e korruptuar, dhe që interesi publik marrë më shumë respekt dhe vëmendje, gjë që praktikisht edhe nga fjalimet dhe veprimet e sotme nuk është respektuar. Dhe për ta kthyer të reforma në drejtësi, ne do bëjmë një kompromis. U bë mirë, u bë keq. 10 vjet më vonë nuk mundet të njëjtet që na thanë që është reforma më e mirë në historinë e shtetit të kërkojnë prap mandat për ta ribërë këtë reformë. Kështu që duhet të ketë një lloj sensi mase edhe vetë përmbajtje dhe përgjegjësie publike, dhe t'i lanë ekspertët të flasin, tulen ekspertët dhe shohin çfarë ka shkuar keq dhe çfarë ka shkuar mirë dhe çfarë ndërhyrje mund të bënë si të pa prekur thelbin e sistemit, se të them drejtën nuk mund ndryshosh drejtësinë një në 4 vjet ose një në 6 vjet sa herë që hapej dosje penale për zyrtar të lartë. Në dje ndryshimet në sistemin e drejtësisë për të plotësuar diçka nga zoti Krasniqi, duhet të jenë një kombinim i inputeve që vinë tashmë në autonomi dhe në pavarësi të plot nga kjo trupe pagët gjyqësore që ne kemi apo prokuror në trupin e vet përkatëse, në bashkëpunim me ekspertët dhe e shoqëruar kjo me largimin e atyre që mund të kenë dizenjuar apo të kenë qenë arkitekt që kanë bërë një reformë rrugët e cilës ranë në krye të 10 viteve. Ata nuk duhet të jenë më pjesë e procesit. E kam fjalën për cili do që del sot dhe thotë unë jam autori reformës, unë i shkruaj ligjet e reformës. Këta nuk mund të jenë sërish ata që reformojnë reformën. Këta duhet largohen nga skena, të marrin përgjegjësinë, nëse do të ishim në kushte ideale apo optimale, dhe mos të jenë përsëri të komandojnë disfatën e dytë të një reforme të reformuar. Peta, diçka të fundit përpara se ta mbyllim? Shikom, unë shikoj që nëse do të ndërhyet me fjalë po që se do të flasim të pjesa e reformës të drejtësisë dhe pjesa plotësuese dhe vazhdimësia, bazën kryesore unë shikoj pjesën e procedurës penale. Në qoftë se nuk rregullohet kjo, ne rregullojmë sa duash kodin penal, se kodi penal në përgjithësi është që një person të reintegrohet dhe duhet parë sensi human në përgjithësi. Pjesa tjetër që unë shikoj problematike, për vepra deri në 5 vjet apo 7 vjet duhet vendosur masa administrative, që sepse aty dhëm ti merre e mban me taksat e popullit apo tjera, dhe pjesa administrative duhet futur si pjesë shtesë e kodit penal. Po për qytetarët dhe jo për zyrtarët e lartë, se po ngatrohet tash të lutem, ne po flasim për qytetari i pari edhe një herë. Ta bëjmë për zyrtarët e lartë o mundi. Për qytetarin po themi nëse po jo pra, po shikohet çfarë është. Dhe Edi Rama qytetar është. Dakord, këtu pastaj bie dakord me logjikën e argumentit. Kaq. Ardit, para se ta mbyllim, më thuaj. Një mesazh të fundit. Pret qeveri teknike, pret zgjedhjet parakoshme, shfryhet e gjithë situata politike në vend, apo thjesht ditë re kësmet i ri? Kanë qenë kryesisht teknike për shkak të emrave që ai përpiqet zgjedh si teknokrat edhe jo si të ardhur nga Partia Socialiste. Në këto kushte, gjithmonë më të pakënaqurit janë socialistët, më thon drejtën, që kanë të bëjnë me disa emra që nuk i njohin, do duhet i njohin dhe në momentin që i njohin këto ndryshojnë prapë edhe vinë sa të tjerë nga fillimi. Por ajo që më shqetëson mua tani është kauza e opozitës për datën 28, sepse Balluku iku, dhe Rama ju bind kërkesës për largim, kështu që duhet shohim me datë 28 nëse Molotovët do shtohen apo do shmangen. Mendoni se s'ka më arsye për protestuar, zoti Rada? Arsye për protestuar ka nëse je i ndershëm me qytetarët dhe atë që thua në parlament, shkon e thua dhe në shesh. Jo në parlament kërkosh vendosjen e minimumit jetik, atje ti thua është iki Balluku edhe të vi me diu. Kështu që në këto kushte të sinkronizohen mesazhet që duan të japin dhe të gjejnë kauza më afatgjata, se për të lëvizur një njeri është shumë kollaj, por për të bindur një qeveri të ndryshoj ligje edhe të ndryshoj rregulla dhe të përmirësoj mirëqenien është e vështirë, kështu që këto ta mbaj kauzën më gjatë në shesh. Petra, do më futesh në sherr me shellën se do më thotë do duat të fjalën pastaj. Problemi është që ju pash këtu live që kishit zotin Beleri që po jepte alternativa për pjesën e politikës integruese të Shqipërisë dhe më duk shumë sfidante për kapacitetin e tij që ka ecur kaq shumë përpara në retorikën e tij dhe në debatin e tij dhe në mbështetjen e tij për Shqipërinë, saqë më bën shumë përshtypje që me fjalë këtu merr vërtetësia ajo fjala që këtu bëhesh i famshëm kot me fjalë.
E kupton? Kemi një person... Deputet Fjoshella, ta mbyllë se kam të kaluar të çdo kohë. Një veri fundit është kjo. Nëse do duhet kishte një nisje të reformës së drejtësi, SPAK-u duhet lihesh me një anë. Gjithçka tjetër mund të meriton të ridiskutohet, po SPAK-u jo. Dhe ne do ta ridiskutojmë se di që është misioni juaj dhe keni SPAK-un. Prek njëri SPAK-un, Gerti, nuk e prek njëri këtë strukturë që është bërë. Vetëm thjesht do të kemi update, sepse normalisht sistemi ka nevojë për update. Është një software që në çdo moment të caktuar ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë për update. Ne sigurisht do të diskutojmë sërish këtë temë një moment tjetër për t'i dhënë kohën e nevojshme për të bërë edhe një analizë të përgjithshme dhe të thelluar sa i takon kësaj çështje shumë të rëndësishme siç është drejtësia. Zoti Petra, ju falenderoj shumë për gjithë. Faleminderit dhe juve. Në sotme. Zoti Kalaja, shumë faleminderit. I nderuar Zëshella, shumë faleminderit. Profesor Krasniqi, shumë faleminderit. Ardit, falenderoj për mesazhet që ndaven off the record. Natë e mirë. Natë e mirë. Të nderuar shikues, jemi në fund programit, pas pak vjen emisioni Rreth e Qartë, do jeni edhe me edicionin informativ të lajmeve. Bashkërisht do shihemi të hënën e ardhshme. Natën e mirë.